Onel de Guzman, hakeri dhe djaloshi i ri që buri në gjunjë gjithë botën. Kush nga ju e ka dëgjuar? Shiko, para disa viteve, pas vitit 2000, keni parë 2-3 filma ku tregojnë për një djalë të ri që vën në gjunjë botën. Nuk ishte amerikan, por ishte filipinez. Ndiqeni me kujdes këtë material, që të kuptoni se në çfarë bote jetojmë dhe sa e thjeshtë është që të ndryshosh botën me një klik, me një të shtypur. Dikur ishte e thjeshtë, por sot është akoma më e thjeshtë. Ndaj, dëgjojeni me kujdes. Kush është rasist, nëse është e mundur që nuk e keni brende, bëjni like faqe si të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi brenda bashkë. Në vitin 2000, një fakt misterios ndodhi në gjithë botën. Një djalë i ri vendosi një virus dhe shkatërroi miliona dhe miliona kompjutera dhe me dëme të pariparueshme që ishin miliarda. Ndodhi në fund të vitit 2000, por ngjarja e këtij djaloshi ishte pak më e herët, sepse ai kishte lindur në prill të vitit 1977 dhe ndërkohë ishte student në informatik. Ishte shumë i aftë dhe flitej për të që ishte kaq i aftë, saqë ai kërkonte që të futej dhe në Microsoft, i kishte kërkuar Microsoft që të bënte pjesë në sistemin, në trupën e tyre, si mund të quhet, në skuadrën e tyre. Mirë, po ata nuk i kishin kthyer as përgjigje. Dhe kaloi kohë dhe ai ç'bëri, krijoi një bug. Duke krijuar këtë bug, shkoi që janë patenta, kështu quhen patenta, që ta regjistronte. Mirë, po ku shkoi që ta regjistronte, në Amerikë do të ta regjistronte, nuk e lejuan, sepse thoshin që është i rrezikshëm si bug dhe mund të dëmtojë kompjuterat dhe sistemet. Dhe ai nga inati çfarë bëri? U kthye dhe filloi që të përgatiste diçka dhe përgatiti një virus që ishte i tmerrshëm. Një virus që në pamjen e parë dukej i thjeshtë dhe shumë banal, sepse ai të arrinte një mesazh në kompjuter, në email, në çfarë do lloj emaili, pra emailet e parë që i vinin, sepse ai e bëri në një email, pastaj filloi me emailet të tjerë që të bënte provën. Kur të vinte ky emaili, çfarë bënte? Ti e hapje, ajo kishte shkruar si fillim I love you, vetëm kaq. Open this mail, hape këtë mail. Dhe në momentin që ti e hapje, çfarë bënte? Hapeshin me mijëra faqe të gjitha aty brenda kompjuterit. Dhe çfarë bënte? Ndërkohë që hapeshin këto faqet, merrte të gjitha të dhënat dhe kontaktet që kishte ti në email. Dhe çfarë bënte? Po atyre u dërgonte të njëjtin email. Dhe kështu radhë pas radhe, efekti domino, derisa arriti që të shkonte ky virus deri në Pentagon. Bile edhe deri në kompjuterat e FBI-t, shkatërroi një botë të tërë. Dëme të pariparueshme dhe dëme të mëdha shkuan deri në $15 miliard dëme. Po, dhe e vuri në gjunjë gjithë botën, sepse 15 miliard në vitet 2000 ishte shumë, te jetë shumë. Sepse duhet të dini që emailet sapo kishin filluar. Në fakt, unë emailin e parë kam krijuar në vitin 2000 dhe ishte pak email, kështu që pak dhe informacione. Merreni me mend sot çfarë dëmesh bëhen. Dhe kështu që ai ndërkohë që dërgoi këtë emailin, shkatërroi thash çdo kompjuter dhe njëkohësisht edhe informacionet e brendshme të çdo kompjuteri dhe të gjitha të dhënat e njerëzve. Sa që FBI u vu në lëvizje për të kërkuar se kush ishte. Edhe FBI edhe Pentagoni, por nuk mundeshin ta gjenin. Dhe krejt rastësisht një nga këta që nuk ishte një informatikës, nuk më vjen tani, një i shërbimeve sekrete, një i thjesht, një oficer i thjesht. I tha njërit nga këta, se pa një numër aty, pra pa vetëm 1977. Në atë është një kod i gjatë që ata zbërthyen, po e zbërthenin, dal nga dal, por nuk e kishin kuptuar ende, se ku të gjenin shkakun nga kush kishte ardhur, pra rrënjën.
Dhe kjo 1997 i tha ky, po kjo qa është? I tha ky oficeri, këtyre mjeshtrave, inxhinierëve informatik. Tha, ja të shohim këtë, edhe kërkuan aty. Çfarë kishte bërë ky mjeshtri? Gabimi që kishte bërë ishte që ai i dërgonte të gjithë kompjuterve, veç se ata që kishin lindur në datën 4 prill të vitit 1977, mos t'i arrinte ky, me fjalë përveç atij, t'i arrinte të gjithëve. Pse mos t'i arrinte atyre të vitit 1977? Sepse ishte datëlindja e tij në 4 prill të vitit, që mos t'i arrinte atij në kompjuter sërish me anë të një forme tjetër, dhe t'i shkatërronte kompjuterin ose që ta gjenin. Dhe kështu që ky ishte gabimi që kishte bërë. Dhe çfarë bën tani këta? Dal ngadalë e ngushtuan rrethin derisa arritën që gjetën vendi që ishte në Filipinë dhe e gjetën si përfundim. Mirë po, kur e gjetën, ata kërkuan nga shteti i Filipinë që ta arrestonin. Përveç se nuk e arrestuan shteti i Filipinë, sepse as nuk i shohin këto gjëra, nuk u interesonte fare, por më keqja ishte që ata e kthyen në ero. Se merrni mend, një nga Filipinët, një filipinez shkatërroi botën në informatik, ishte gjë e madhe. Dhe kështu që ata e mbajtën, e ruajtën për vite me radhë. Por dëmet, siç u thash, ishin të pariparueshme. Di që ai tani, sepse lexova pak para se të flisja me ju për historinë e tij, ai u mundua disa herë që të futej në për këto kompanitë e mëdha, në Apple, në Microsoft e tjerë, dhe më vonë, por më vonë u bë kaq i famshëm sa e njihnin që të gjithë dhe nuk donin që ta afronin fare. As nuk i kthyen me përgjigje. Derisa ai u katandis pastaj që të bënte bile mos qëndronte më në informatik, edhe pse kishte kualitete të mëdha që mund të formonte çdo gjë, edhe motora kërkimi apo gjëra të rëndësishme, por nuk i erdhi ndërmend ndoshta kjo dhe duheshin edhe baza financiare të forta. Dhe ai si përfundim u katandis në një riparues telefonash. Dhe akoma sot është 48 vjeç, sa i bie 48 vjeç, është akoma me një fjalë ka akoma atë dyqanin që rregullon telefona, nuk bën asgjë tjetër. Ndoshta themun, ndoshta dhe ai duke ditur që ishte në kërkim dhe ishte në përgjim, ndoshta ka thënë më mirë që të jem i thjesht me një punë të thjeshtë se sa të futem në probleme të tjera më të rënda që të marrin jetën. Dializjuar, dhe kjo është jeta e tij që deri tani. Por megjithatë doja t'ju thoshja, merreni me mend, ne folëm për vitin 2000 që bëri një gjë të tillë ky. Merreni me mend se çfarë mund të ndodh sot. Merreni me mend që sikur dikush të bëj një bug ose një virus kaq të madh si atëherë. Duhet të dini dhe diçka tjetër, që Google-i, po ja u them të mbajni mend këtë, është e rëndësishme. Google-i është motori i kërkimit që është kryesori. Pse e them këtë? Sepse duhet të dini që pjesa dërmuese e telefonëve janë Android, dhe Androidi është ka një përqindje dhe Google-i, sepse ka rënë dakord me sistemin operativ të telefonave celular, si për shembull Samsung-ët, dhe janë shumë të kujdesshëm në këto viruse. Ndaj dhe thuhet që ti duhet ta fikësh telefonin, është mirë një javë. Unë e fik shpesh, por them paktën një javë duhet ta fikni, sepse nëse mbani ndezur, mundet që të futet një virus dhe t'ju marrë të dhënat pa e kuptuar ju, ose t'ju marrë dhënat dhe shkatërroj telefonin. Dhe në qoftë se e fikni dhe e ndezni, atëre hyn në funksion një ruajtës, si mund të quhet kështu, i të dhënave tuaja dhe që shkon kundër edhe viruseve. Kështu që unë ju sugjeroj që është telefoni Samsung është telefoni më i sigurt. Okay? Edhe pse thuhet për iPhone-in, por iPhone-i ka një gjë, që iPhone-i përdoret vetëm për iOS, dhe nuk është më si më përpara, që s'kishte shans që të hynin viruset. Ka ndryshuar gjërat. Kështu që unë mendoj që më
mirë është që të përdoret Samsungu, sepse Samsungu ka sistemin operativ Android, dhe Android është i Google-it, dhe Google nuk i intereson që të humbasi klientët, sepse si që dini ka 70-80%, 70% të letemi, të klientelës, të gjitha fushave, qoftë të motorave të kërkimit, por qoftë edhe telefonave, sepse, si shtash, janë pjesa dërmuese janë Android. Kështu që nga kjo anë është mirë që sistemi operativ i një telefoni që keni tjetë Android. E njëjta gjë ndodh edhe me kompjuterat. Nëse kompjuteri ka sistemin operativ e ka Microsoft, është pak më i bezdisshëm sepse hyn shumë viruse. Kurse me Google është hyn më pak në kërkim, motori kërkimit po flasë, dhe kështu që ndaj po thoshe që nëse nuk do të ekzistonin sot këto rrjete, pra këto forma që ti ndalojnë këto viruse, duhet të dini që pjesa dërmuese e këtyre hakerave rrinë aty, qëndrojnë aty pikërisht për të, me fjalë, janë në kërkim gjithmonë, për të gjurmuar se ku mund të godasin, me çfarë mund të godasin dikë dhe në çfarë forme. Në fakt, tani kohët e fundit kanë dalë që vjedhin këto accountet e WhatsAppit, kështu që bëni kujdes, sepse kam bërë që ndonjëherë ju ftojnë që të merrni pjesë në një grup, apo ju dërgojnë mesazhe ose ligje, mos i hapni, që nuk i njihni, po flas, mos i hapni, por edhe që ti njihni, keni kujdes, sepse nuk i dini asnjëherë se çfarë mund të ndodhë nëse hapni atë numër telefoni, ose atë link. Kështu që ju informova që sepse sot me një klik mund t'ju vjedhin ju vetëm të dhënat juve, por mund të shkatërrojnë dhe gjithë sistemin për pak kohë, si ndodhi para pak muajsh me sistemin e të gjithë Facebookut, Instagramit dhe Tinderit. Tinder quhet para ca muajsh. Pikërisht pra, sepse u fut një bag. Kështu që unë ju informova, kush është rastisht tash nëse doni t'i bëni like faqes, ju falenderoj, dhe kush është ekspert, do t'i lutesha që të komentoj, që ta diskutojmë së bashku, sepse mund të parandalojmë disa probleme që mund të ndodhin ose mund t'i ndodh dikujt në të ardhmen. Natën mirë, ju përqafoj.